Sipas gjykimit tuaj, cili është shkaku që 13 vjeçarja është vetëhetur nga balkoni? Problematikat janë të ershme, atje ka probleme dhe familjare dhe sociale. Kur them familjare, është një familje me një prind të munguar, babai ka një histori dënimesh për vepra penale, ndërkohë që fëmijët jetojnë me nënën. Dhe konflikti, siç referohet nga fëmijët, me e madhja dhe më të vegjëlit, është që sillet në mënyrë të përsëritur policia, nga vetë nëna njoftohet për konflikte banale të fëmijëve në lagje. Ndërkohë vetë fëmijët nuk e vënë gishtin mbi lagjen, sesa mbi arsyen që mos vi policia, mos thirret nga nëna, që ne mos arrim në këtë përfundim. Ajo që më shqetëson është vendosmëria e vajzës 13 vjeçare për të realizuar qëllimin e veprimit. Kjo është e frikshme, fatmirësisht fëmia është mirë fizikisht, nuk ka asnjë dëmtim fizik dhe nuk e përjeton emocionalisht ngjarjen. Çka do të thotë që duke qenë fëmijë e pamaturuar, nuk ka frikën e humbjes së jetës. Dhe e përdor këtë si kërcënim të vendosur që nëse ngjarja përsëritet, unë do ta realizoj këtë veprim. Ju si do të thonë çfarë masash merrni në këtë rast? Është era e parë që jo se s'kemi pasur tentativa tek fëmijët për arsye të ndryshme, ku shkaku ngelet po i njëjtë, familja dhe faktorët social, mënyra e rritjes dhe edukimit në ambientin familjar dhe përballja me ambientin social dhe mosgjendja e zgjidhjes së konflikteve qoftë edhe banale, edhe pse arsyet familjare janë madhore. Dhe ajo që është problem në këtë situatë, kemi pasur tentativa të ndryshme tek fëmijët, tentativa suicidale, por këtu është e frikshme qëllimi i kësaj tentative dhe vendosmëria pa ndjerë as pak kritikë dhe pendesë. Frika e përsëritjes të këtij veprimi është një këmbën alarmi për institucionet që të marrin masa sa më të shpejta për këtë familje dhe për këtë fëmijë që Sigurisht, e para është vetë nëna që është në kontaktin më të afërt me fëmijët e saj minorenj, sepse janë dhe të tre të tjera atje që kanë qenë vëzhgues dhe shikojnë këtë situatë dhe është e frikshme që ky model të shikohet dhe nga tre fëmijët e tjerë që janë edhe më të vegjël se vajza dhe aq më tepër dhe nga lagja, sepse këto merren si modele në këto mosha dhe aq më tepër në rrethin e ngushtë familjar, dhe atje janë dhe fëmijë më të rritur, më të vegjël që e shikojnë nga afër situatën, të cilët edhe ata reagojnë në pa as pak kritikë apo pa as pak vuajtje, duke i dhënë të drejtë motrës së tyre për këtë veprim, por duke e dashur atë mes tyre, domethënë ata nuk duan të humbin motrën, po ndërkohë i japin të drejtë asaj për veprimin që ka bërë në lidhje me situatën. Edhe diçka tjetër, vetvrasja është një fenomen i përhapur masivisht kohëve të fundit, kemi parë edhe në vende të tjera, në qytete të tjera, 15 vjeçar, 16 vjeçar që kanë tentuar të vrasin veten dhe ka përfunduar me humbje jete. Po, ka pasur, do me thënë tentativa janë shumë, ndërkohë realizime ka pasur dhe humbje jetësh tek fëmijët e vegjël dhe prandaj e frikshme është dhe publikimi, përhapja e këtyre ngjarjeve, sepse imitohen, janë në forma sjellore shumë të rrezikshme, sjelljet vetë dëmtuese dhe aq më tepër kaq të rrezikshme siç janë edhe nga lartësitë, që fëmijët i modelojnë në si sjellje dhe ku ndikim është dhe teknologjia, do të thënë familja, faktori social dhe teknologjia. Doktoresha, në deklarata ka pranuar bullisim vajza e vogël nga fëmijët e lagjes? Vajza 13 vjeçare thotë që unë e dua lagjen dhe lagja më do mua, por për konfliktet vogla që janë dhe të parëndësishme thotë, hyn në lojë të mëdhenjtë, konfliktojnë të mëdhenjtë dhe njoftimi i policisë nga ana e nënësime bën që unë të realizoj këtë veprim. Pra është konflikt banal, jo i zgjidhur siç duhet nga më të rriturit.